A e din fëmija që janë të adoptuar, apo ka dhe raste kur nuk ju tregojnë familja? Fëmijës së adoptuar duhet t'i tregohet që është i adoptuar. Kjo përtrujt identitetin e tij dhe përtrujt ato çka ai ka ndërtu deri aty. Ti nuk mundesh me ja humb, se nuk e fshin lidhjen edhe nuk mundesh me e kput lidhjen e fëmijës nëse nuk i tregon ose nëse e mohon të vërtetën. Çka nëse një fëmijë adoptohet kur është krejt bebe? Pa marrë parasysh duhet t'i tregohet në çdo rrethon që fëmiu është i adoptuar. Është e drejtë e fëmijës që të njoftohet me identitetin e tij. Në rast se fëmiu pas moshës 18 vjeçare dëshiron me i kërku prindrit biologjik, atëherë është plotësisht e drejtë e fëmijës. Përvoja na tregon që e kuptojnë. E kuptojnë nga shoqënia, e kuptojnë nga fëmijët e tjerë, e kuptojnë nga dikush tjetër, e kuptojnë nga palë të treta, këtu pastaj ndodh thymja e besimit. Kur ti e kupton një të vërtetë fundamentale për veten tënde, nuk e kupton nga personat që janë më të besueshëm për ty.